Ajo është ndjenjë që se harron robi deri te ndërdrasa. Ndërsa për neve që kemi qenë, ndjenja repertrihet gjithmonë, sepse e din robi ku po shkon. Tash veç fakti i veshjes së ihramit është ndjenjë veçantë. Fakti ihrami tesha më shumë të që përgjan dynja të qefinit është ihrami. Momentin që njeriu vesh ihramin, në moment që nesër vesh qefinin, a nëse qefinin ta veshin të tjerë, ndërsa ihramin e vesh të vetë. Kështu që kjo tani të shtyjen me mendu ma shumë për ahiret, mu pëndu, me mundu me nëzën dhe veprat mirat që ke bë më herët me i bë. Sot ajet për ty Ruq, shkurja në haq? Nuk i kam numëru, por mund tjetë për 2020. Për 2020? Po, mund tjetë. Po. Ta është për shkon për vejt, apo shkon bedel? Je për shke për ullat, në bedel, kësaj radhe. A në pëse në bedel zakonit nuk shke për asken, por ullat është taj. Ka vdek për haqën, edhe të përshkimja kry. Inshallah Allah në prana. Që që nga kënë djenja për vlonë me primasit malet, është s'ke pobe? Po, që ashtu është. Kjo është ndjenje veçantë, sepse unë kësha pas qevesh me kanaj me mu bashkë, me shku me kry dytë, tash është edhe ndjenje mungesës tiri për të rijet malli, mërzia për vëlla. Nga se vëlla është vëlla, s'kërkush nuk bëhet vëlla, ta ne këna pasi vëlla shumë veçantë, shumë i mirë. Inshallah të zotë me mirë për që haqë se ka kry. Ta të cilët kanë mundësi me shku në haqë dhe shtynë, ata në fakti janë mjegull. Ata ka rriti me ashtru shejtani me shpresë, ka vakt, me shpresë në mëtë, tjetërin mëtë, ka vakt. E harrojnë ata që vdekja nuk pret. Doja me mirë që kam thënë dhe pejgambert me herët është la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Edhe në të respektu nisim në tash, me lebek Allah me lebek, të përsëritë musliman haxhi ide tonë kohën. Çfarë kuptimi kon shef? Dhe kjo është doja që më së shumë të nihet veshin janë një haxhive më shumë të. Të përgjigjem ty o Zot, të përgjigjem në thirrjen tënde, se Allah na ka thirrur mi përgjigj dhe ne përgjigjemi Allahut të Madhëruar. Shënjestër.net